Bismillahirrahmanirrahim. Mesazhi ynë do të jetë një ngjarje interesante. I krishteri mësonte tek muslimanët. Një nën e krishter kishte dërguar pra djalin e saj të mësonte tek muslimanët. Dhe hoxha i xhamisë në Mejtep i mësonte fëmijët rreth Kuranit. Një ditë prej ditësh vendos që nëna pra të vjen ta merr djalin. Mirë po ajo nuk hyn pra në xhami. Dhe hoxha e shef që ajo nuk hyn ta marr djalin në xhami dhe djali mbetet vetëm në xhami. Dhe çfarë ndodh? Ndodh ajo e habishmja, ndodh ajo që me të vërtetë duhet të reflektojmë të gjithë ne. Djali pasi mbetet i fundit dhe gjithë fëmijët musliman vinë e i marrin te xhamia, mbetet fëmia i krishterit dhe kur vjen kjo nën i thot jo po unë nuk mund të hyj në xhami, i thot hoxhës. I thot pse ti nuk hyn në xhami? Thot sepse unë i takoj një besimi tjetër që është besimi krishter. Thot jo nuk bën ashtu, thot eja thot merr fëmin, thot po ai është fëmia jot? Thot po fëmia im është. E thot si ka mundsi ke pru fëmin thot të mësoj tek xhamia? Thot i kam pru thot fëmin të mësoj te xhamia sepse këta fëmit që i kam kojshi këtu afër e duan shumë nënën dhe babain. I shoh duke ja puthur durët prindve të tyre dhe i shoh që janë shumë të dashur si fëmijë. Dhe unë dua që fëmia im po ashtu të më doj mua kësaj. Prandaj, nëse kjo fe dhe ky besim i mëson këta fëmijë që ta duan prindrin dhe ti duan prindit, atëherë unë do ta çoj këtë fëmijë timin, pra që të marr këtë mësim të bekuar, që të rritet si fëmijë i bekuar dhe të më doj dhe mua si nën. Prandaj, cili është morali i kësaj ngjarje? Morali i kësaj ngjarje është se Islami të mëson të duash prindrit, të respektosh nënën dhe babain. Prandaj, nga këto ngjarje ne duhet të mësojmë të gjithë se dashuria ndaj prindërve është kulmorja, fill pas besimit në Allahun xhaleshanuhu, pra është dashuria ndaj nënës dhe babait. Andaj, të ri, të reja, dëgjues, shikues që shikoni këtë video, shtojeni dashurinë ndaj nënës dhe babait dhe do të bëheni njerëzit më të suksesshëm dhe Zoti do t'ju hap gjitha të mirat dhe mundësitë. Selam aleikum.